di, kam përjetu atmosferat jashtëzakonshme në Fadil Vokri, por që kjo besoj që ka me qenë diçka jashtë normales, e jashtëzakonshme në krejt kuptimet. Më herët Besiani tha lumaj ku shko bilet për të qenë pranë në stadium. Tashmë biletat është me fat ku shko bilet. Biletat po shkojnë më shtret, po rritën më shpejt se çmimi i naftës Kosovë Arben. Le të rritën për këtë natë ja vlen gjithçka. Edhe kredi me hy, veç le të fitojmë. Kjo flet shumë, kjo flet për interesimin e jashtëzakonshëm, kjo flet për momentin ku jemi, kjo flet për rëndësinë e ndeshjes dhe pavarësisht që ajo rritja e çmimit biletave në tregun e zi është një dukuri tjetër, kjo flet për festën për cilën jemi të gatshëm ta bëjmë dhe për krahjen për cilën jemi të gatshëm ta japim. Mirë, është na lotash se kemi fituar sonde mos. Jo, ende ne jemi këtu për me raportu çdo detaj. Çfarë? Po, ti je i lirë, ti vazhdo tash, je i lirë. Faleminderit.